Çka ne dëshirojmë edhe në fakt se çka mundet me qenë janë dy gjanat ndryshme. Natyrisht se për këtë blokadë ju bjen gjitha partive politike nga pak faj, por natyrisht gjithmonë se kush e ka pas primatin, apo ma mirë me thonë që ka dalë fituese e këtyne zgjedhjeve, me 42%, partia ma e madhe që për momentin që është lëvizjave të vendosje, atyne ju bjen dhe më thonë faj ma i madhe. Jo pse na dojmë me i fajsu, mirë po që po shihet prej asaj se çka kam punu dhe dikush që i ka 48 deputet edhe nuk mrin me kriju qeveri, që çdo në suaz të normalitetit, çdo parti është dasht edhe ka mujt me kriju një qeveri vetëm të ishte pak zvullneti. Ne i dim edhe procesin si ka rjet, e dim edhe që i ka bë ofertë lidhjes demokratike, i dim gjitha këto për arsye se kemi qenë shumë shpesh e kemi debatu çdo herë se çka po ndodh tek po ndodh. Mendoj që nga pak të gjitha partitë të cilat kanë qenë ish opozitare, se tash nuk po dihet më se po shkojmë në zgjedhje, nuk kemi edhe opozit që me thonë mirë, po është puna që do të rriten të gjitha nga pak. Mirë po e vetmja partije cila për shkak të blokadës cilën e ka bo dhe sankcioneve cilat është edhe nga ana e US, edhe nga ana e Shteteve të Bashkuara e tjerë, partia e cila do të bjen jo natyrisht drastikisht shumë, nuk e shoh që bjen drastikisht shumë, mirë po në mes edhe 5-7%, kom thonë edhe për para dhe aty në fjalleve i mbete. Kur vëllohet gjithë nga pak, ti mendon që ka edhe PDK ka përgjegjësi për situatën? Nëse ne konstatojmë që Kurti nuk deshi të bëjë qeveri nga dita e parë, i bie që nuk kanë pasur çfarë bëjnë. Po nëse kanë marrë pjesë në garë, këto janë partitë e Kosovës. Zoti Matoshi kanë konstatuar më herët. Këto janë partitë e Kosovës. Tjera nuk do t'i kemi edhe mas datës 21 apo 28, do të fitojnë dikush, thash edhe një herë, dikush do të rritet nga pak, tash kemi edhe Sotri në PDK. Nuk ka qenë vullneti i plot. LDK-ja ka pas një qëndrim, unë nuk du as me lëvizjeve të vendosje, as me ish opozitën, edhe e ka mbajt permanent këtë qasje. Mendoj se me këta nuk i ka bo njerë vetës, për arsye se kur del, ose duesh me shku majta sërse djathas, nuk mundesh ti me thonë nuk po buna me kërkan, për arsye se e kanë që edhe njëherë vendin zgjedhje. Kjo ka me penalizu pak LDK-n, si pas mendimit tim, për arsye se duesh me zgjedh një rrugë, se përsëri këta lojtari kem loj, na nuk mundem me shti lojtar tjerë se jënë këto parti politike. Ta është vetë vendosja bjem për disa, por po e shoh që gjuha është zbut. Ne e pam edhe këto deklaratat që e patëm edhe fjalimet që i patëm kuvent, të gjithë e kanë zbut nga pak gjuhën. Unë po shpresoj për të mirë të Kosovës, mirë këtij vendi që jetojmë këtu, që kanë me zbut edhe kanë me pas kujdes që pas zgjedhjeve me lënë rrugë me bo koalicione të reja, mos me pas vijat kuqe edhe me shku përpara.